Rritja e ndjeshme e temperaturave gjatë stinës së verës rrit potencialisht edhe rrezikun e rënies së zjarreve në masivet pyjore të vendit tonë. Megjithatë, prefekti i Qarkut Dibër Nexhbedin Shehu thotë se që prej fillimit të vitit janë hartuar masat dhe planet për parandalimin dhe menaxhimin e situatave të mundshme të zjarreve që mund të jenë prezente gjatë stinës së verës në masivet pyjore në të 4 bashkitë e qarkut. Shehu shtoi se të 4 bashkitë e Qarkut Dibër kanë rritur kapacitetet me mjete zjarrfikse. Po ashtu, sipas prefektit Nexhbedin Shehu, edhe strukturat e mbrojtjes civile janë më të përgatitura për të përballuar situatën e zjarreve. Ne kemi grumbulluar goxha përvojë nga të gjitha sektorët e emergjencës, drejtorit e emergjencës në bashki, zjarrfiksët, policia e shtetit, zonat e mbrojtura, kemi një përvojë disa vjeçare, edhe strukturat janë tashmë të konsoliduara. Kemi lajt mira edhe nga bashkitë që po blejnë zjarrfikse si Peshkopia, Bulqiza, edhe janë shtuar mjetet për të reaguar ndaj zjarreve. Masat paraparkisht janë të plota, presim sezonin e verës. Unë në të gjitha takimet kam kërkuar nga bashkitë, por edhe nga institucionet tjera të reagojnë në kohë edhe të paralemrojnë çdo vatër zjarri. Kuptohet vitet e fundit, veçanërisht vitet e fundit nuk patëm përvoja të mira, sidomos në zonat thella, si në Lur, në zonën e Bulqiza, po dhe Matit, zjarret që vazhduan edhe 2 javë, por masat janë marrë plota për të reaguar në kohë, për të pas një situatë më të qetë gjatë muajit verës. Çdo vit në Qarkun Dibër digjen me qindra hektar pyje në dushqe dhe halore, ndërkohë në të shumtën e rasteve zjarret nga rezultuar të jenë shkaktuar nga pagujdesia.